Në surën tjetër, thot Allahu i lartësuar: Wailul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada. Do thot kjo surja Humaza, ku Allahu subhanahu wa taala thot në ajetin e parë: Wailun likulli humazatil lumaza. Mjer, fjala wail do thot mjer, pra që do thot se është humbje dhe shkatrim për secilin që e ka këtë cilësi. Do të thënë wailun, pra mirë për atë, që do të thonë atë e pret humbja dhe shkatrimi. Disa prej dietarëve kanë thënë se wail është një lugin në xhehenem. Dhe këtu është kërcënim se këta njerëz i pret xhehenemi. Për kan wailun likulli humazatil lumaza. Do të thonë për secilin që ofendon dhe përqesh. Thot ofendon me gojë, thot fjalë ofenduese, ose i përqesh njerëzit me vepra. Do të thonë hemz, do thot ofendim me gojë, kurse lemz, do të thonë lëvizje ose grimasa të fytyrës ose lëvizje të trupit për ta ofenduar dikën ose për ta përqeshur dikën. Do të thonë mirë për ata që e kanë këtë veti të vazhdueshme, që nuk din tjetër veç ti ofendojnë njerëzit dhe në veçanti besimtarët me fjalë ose me vepra, do thot ata i pret përfundimi i keq. Dhe cilësia e tyre është gjithashtu, ka thënë alladhi jama'a malan wa 'addada. Do të thonë këta njerëz që e kanë këtë veti të përhershme, janë njerëz që vazhdimisht vetëm mundohen të grumbullojnë pasuri dhe vazhdimisht e numërojnë. Do të thonë grumbullon pasuri dhe mundohet ta shtojë atë pasuri të ketë më shumë se tjetri, edhe e numëron vazhdimisht, ta di sa euro ka bën, sa dollar, sa ar, sa makina ka ble, sa shtëpi, sa toka, sa biznese ka hapur. Do të thonë edhe vazhdimisht merret, do të thonë me shtim dhe me numrim. Do të thonë që do thotë se numrimi i vazhdueshëm i pasurisë është çështje jo e hijshme. Do të thonë kur njeriu vazhdimisht angazhohet ta di, do të thonë deri ku kam rri, sa kam rri, ai ka bërë më shumë se fëmijë i vet ose se shoku i vet ose se vllai i vet. Do të thonë vazhdimisht vetëm në numrim të pasurisë për mburrje dhe për mendjemadhësi, do thot, është e qërtuar. Bile, si thuhet, pasurin mund ta numroj njeriu vetëm një herë në vit, kur vjen koha për ta dhënë zakatin. Vetëm atëherë duhet ta numroj, sepse duhet ta jape sakt sa e ka obligim. Kurse në kohë tjera nuk është mirë, do të thënë që njeriu vazhdimisht angazhohet me numrim, me kontrollim të llogarive të vazhdueshëm, edhe sa janë shtu e kështu me radhë, dhe veçanti nëse ky grumbullim edhe ky numërim është me haram, Allahu na ruajt prej tij. Ka thënë yahsabu anna malahu akhlada. Do thot ai mendon edhe llogarit se pasuria e tij do ta bëj të përhershëm. Do thon ky njeri që ofendon, përqesh, grumbullon, vetëm grumbullon, do thon vetëm këtë ka synim dhe vetëm e numron, edhe mendon se kjo pasuri do ta bëjë atë të përhershëm, të pavdekshëm. Pastaj thot Allahu kella, do të thënë si më herët që tham fjala kella, do thot asesi, mohim i asaj që u tha, pra nuk është gjendja kështu. Mos mendoj ai se në këtë mënyrë do të shpëtoj, edhe vetëm pse ka mbledhur pasuri do të mbetet i përhershëm dhe nuk do të merret në llogari, përkundrazi leyumbadhanna fil hutama, do të thënë do të hidhet në xhehenem. Edhe këtu xhehenemi është quajtur me emrin hutama, që do thotë shtypës ose grirës, do thënë, pra xhehenemi përveç nxehtësisë dhe dënimit të rëndë që e ka, është gjithashtu i rëndë, që pasi e djeg mishin, atëherë i thërmon eshtrat, do të thënë nga shtypja dhe nga presioni. Kjo është kuptimi i fjalës hutama. Edhe kështu arrin deri te zemra.
edhe kur e djeg edhe zemrën, atëherë rikrijohet, e krijon Allahu përsëri njeriu të plot, që edhe një herë ta shijojë gjithë dënimin dhe kështu vazhdimisht. Prandaj duhet ta di njeriu se vetëm përqeshja, ofendimi i njerëzve, mendjemadhësia, nënçmimi i të tjerëve, arroganca, vetëm grumbullimi edhe vrapimi pas pasurisë, numrimi i përhershëm, mburrja, këto janë që e sjellin njeriu ta ketë përfundimin e keq dhe ta ketë këtë dënim që është edhe dënim, ndëshkim dhe poshtrim. Pra lejumbedhen në fil hutame, do të hidhet, edhe fjala nebdh, do të thënë jumbedh, pra hidhet i papërfillur në këtë shtypsen ose grirësen që është xhehenemi. Dhe thot Allahu wama adraka mal hutama. Do të thënë, a e di se çka është hutame, ose çka të mëson ty se çka është hutame? Pra kjo është pyetje për madhështim të çështjes. Dhe përgjigjja është narullahi al-muqada. Do të thënë, ky është zjarri i ndezur fort i Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë zjarr i fuqishëm, si tham që është zjarri i dunjas është sa 1/70 e zjarrit të xhehenemit. Pra i fuqishëm, i ndezur fuqishëm. Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Do të thënë ky zjarr që arrin deri te zemra. Pasi zemra ka qenë burimi i veprave. Edhe ky është, do të thënë, nga zemra dalin mendimet dhe dëshirat, synimet, mendjemadhësia, poshtrimi i njerëzve, por edhe nga zemra burojnë imani, morali i lartë, dashamirësia, frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ajo zemër që është e zbukuruar me këto cilësi është në xhennet. Kurse këtu është përmendur zemra, se zjarri i xhehenemit arrin deri te zemra. Përveç, do të thënë që dënohen gjymtyrët, të cilat kanë bërë vepra të këqija, dënohet edhe zemra e cila është burim i veprave të këqija, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudgha. Pra në trup është një copë mishi, një copë e vogël e mishit. Idha salahat, salahal jasadu kulluhu, nëse ajo përmirësohet i gjithë trupi, wa idha fasadat, fasada al jasadu kulluhu, dhe nëse ajo prishet, atëherë prishet i gjithë trupi. Ela wa hiya al qalb. Do të thënë, kjo copë mishi është zemra. Prandaj njeriu duhet të përpiqet për përmirësimin e zemrës, jo vetëm për përmirësimin e pamjes jashtme, po përmirësimin e vërtet të zemrës, duke luftuar me vepra të mira, duke luftuar, do të thënë, me dituri të saktë, besim të drejtë, edhe vepra të mira dhe qëndrueshmëri në këtë, pastaj duke i thirrur njerëzit gjithashtu, do thot me këtë përmirësohet zemra, edhe vazhdimisht njeriu duhet ta kontrollojë zemrën e vet, mos ka në të diçka prej mendjemadhësisë, mos ka në të diçka prej vetpëlqimit, ose diçka, mos ka në të ndonjë gjë që urren prej fesë Allahut, sepse kjo gjendje është shkatruese për njeriu. Nëse ka në zemër diçka që nuk e do prej fesë, edhe pse e di se është ajo në fenë e Allahut, atëherë kjo është shkatruese për ta. Apo ka diçka prej zilis e tjera me radhë, do të thënë duhet vazhdimisht ta kontrollojë zemrën dhe ta përmirësojë njeriu, dhe në këtë mënyrë përmirësohet i gjithë trupi i tij. Pra ky zjarr që quhet hutame, narullahi al-muqada, do të thënë zjarri i fuqishëm, i ndezur fort i Allahut, allati tattali'u 'ala al-af'ida, që dëpërton dhe arrin deri te zemra. Për këtë ka thënë innaha 'alayhim mu'sada. Pra ky zjarr është i mbyllur, i vulosur. Thotë xhehenemi është i mbyllur dhe nuk ka mundësi askush të hapë dhe të dalë prej tij. Fi 'amadim mumaddada, do të thënë në shtylla të zgjatura, shtylla që vihen në dyert e xhehenemit, që nuk ka mundësi t'i hapë askush prej brenda dhe të dalë prej tij.
dhe nuk ka shpëtim përveç atij që e shpëton Allahu subhanahu wa ta'ala.